Neve na ka për hune. Na hunën e kem për ajër, për oksigjen. Fëmia është të morë pluhën. Banorët e fshatrave Cërz dhe Ljubosh të Istogut kanë protestuar kundër operimit të disa gurthyesve në këtë zonë. Sipas tyre, aktivitetet e thyrjes së gurëve dhe nxjerrjes së zhavorit po ndikojnë në shkaktimin e pluhurit dhe zhurmave dhe po ndikojnë në cilësinë e jetesës së këtyre banorëve. Këta protestues këto janë të indinjuar me këto gurthys, këto rreth që po veprojnë ilegalisht, se nuk janë asnjë me dëshirën e këtij popullit. Këto i morën do leje nga oligarkët e vet, nga bosat e vet që kanë që bojnë ndërtime nalta me banesa, me dikush jep zallin, dikush jep lejen, dikush lokalin, e këtë çështo janë të i përdor. Shihni edhe vet çka ka bëhet. Përllog anena, gurthys knena, që shtëpit këto afër, që duhen me jetu këta, çfarë jetë, nuk bëhet as pema, as perimja, nuk hahen. Ky popull është veç mu çu për tujt, si ka mjet tjetër gjë. 90 metra marrin dhe zallë dhe lajnë dhe përveç që e dëmtojnë natyrën edhe nën toksore, po dëmtojnë edhe natyrën mbi toksore. Ajo nën toksore është sepse këtu ka ujëra dhe njerëzit kanë pusë më poshtë dhe në këtu gropa ata hudhin lloj-lloj mbeturinash. Dhe mandej ai ujë bëhet i papishëm. Edhe ujin mbi toksor, kur ta lajnë, është lumi më poshtë, e ndotin dhe këtë gjallësat aty ngordhin. Përveç kësaj, është edhe jeta bukur e vështirë të zhvillohet në pranit të gjithë kësaj zhurme që e bëjnë këta. Edhe të pluhurit që e shkaktojnë mandej edhe me bluarje. Unë nuk di ja kanë leja, nuk kanë. Neve na ka për hune. Na hunën e kem për ajër, për oksigjen. Fëmia është të morë pluhën. Ne kemi edhe një lutje për komunalt, për shtetet, për qeverinë, cilët e kanë për detyrë më dalë pak me ndëgju zonin tonë edhe më dalë pak në vend ngjarjes. Edhe gjithë njerëzit autorizuar që janë. Mu po më duket janë hinë sikur më hinë në shpella, sikur hinë diku në farë shpellat në shefër. Kur nuk dalin ata në teren, pa që se edhe makjes nëse dalin në teren edhe kanë pa që punë që shto dhe heshtin, rrinë. Përfaqësuesit e njerit prej gurthyesve Guri Grup SHPK thanë se janë të pajisur me të gjitha lejet e nevojshme dhe veprimtaria e tyre ushtrohet konform legjislacionit në fuqi. Në këtë lokacion, na e kemi blem afërsisht që 10 vjet, edhe kemi fillu me pëlqime, me vendosjet të mure, me vendosjet të rrymës, me gjitha instalimet që kërkohen këtë punë tonë, fazën në punën tonë. Na deri tash kemi hasëm shumë problemet në dhaja, 6-7 vjetë. Që 7 vite jemi në procedurat lejes, deri tash, me qyk zori që thojmë në shqiptarë dhe hoqë, e kemi marrë lejen që tash. Pëlqimet ato e kemi pajis në pej 2019-ës, edhe 18-ës, që janë edhe komunale, edhe të ambiente, edhe të ministrive ndryshme, që është i pari, është anashkallimi i institucioneve tona për 5-6 vjetë që na kemi hek me morë lejen. Te banorët është dalë që na nuk kemi mundësi me morë. Pse? 5-6 vjetë na jemi mundu, vazhdimisht në kanal, edhe deri në momentin që tash mendimi i tyre, konkretisht, se nuk e kam me asë një keq, me gjithë bashkë bisedoj, gjithë i respektoj. Jam interesuar gjithë se cili, nëse i pengoj me këshyrë me regullu, atë pengesën e sa do e vogël që është, se nuk besoj që pengoj, me regullu që mos më pasaj problem. Sa i përket plunit, une këtu punoj çdo ditë, nuk kemi arrit hala me kanë të kompletuar me makineri krejt. Jemi hala në fazat të ndërtimit, edhe bukur do kone hanë. Do punë jem t'i bon, konkretisht rreth kësaj plumnit dhe zhurmës që ata ankohen, edhe pse makineria jonë është komplet punon me ujë, nuk ka asnjë pikë pluhun. Domethënë, më thonë që në shtapej separacionës së kurthizve në Kosovë është më e pakta që mundet me ndot ajrin, është e jona. E para, e dyta, zhurmë nuk ka mundësi me bon, as i pikë. Kërkoj nga institucionet që më marr mundësinë që me pas një laborant me dërgu në gjithë secilën shtëpi ose rreth objektit tem me një perimetër
sa janë shtëpitë e tyre ka 200-300 metra sa janë larg, ose ka 2-3 km, 5 km a ditë, që me bën një analizë apo pengon pluni ose zhurma. Nëse këto pengojnë, unë normalisht ose kam ndërmarr problem, ose kam ndërmarr iniciativë më njëherë me rregulluar punë, ose besoj që nuk ka pengesë pjasë. Në një përgjigje me shkrim nga kompania Arbeton, ndonë se deklaruan se respektojnë të drejtën e qytetarëve për protest, akuzat e fundit i cilësojnë të paqena dhe pretendojnë se informacionet e shpërndara nga individ të caktuar nuk përkojnë me gjendjen reale të veprimtarisë së tyre. Kompania jonë dëshiron të informoj se aktiviteti i saj zhvillohet në përputhje të plot me legjislacionin në fuqi, duke operuar me të gjitha lejet, autorizimet dhe pëlqimet e nevojshme të lëshuara nga institucionet kompetente, me qëllim të ruajtjes së ambientit dhe menaxhimit sa më të mirë të hapësirës së punës. Kompania ka realizuar rrethimin e vendpunishtes, si dhe ka vendosur sinjalistik paralajmëruese dhe ndaluese për hedhjen e mbeturinave. Respektojmë të drejtën e secilit qytetar për të shprehur mendimin dhe shqetësimet e tij përmes formave të ndryshme, duke marrë parasysh edhe protestën. Megjithatë, konsiderojmë se informacionet e shpërndara nga disa individ nuk pasqyrojnë gjendjen reale dhe faktike lidhur me veprimtarinë tonë. Për të dëgjuar ankesat e banorëve në vendin e ngjarjes kishte dalë edhe Luan Hoti, këshilltar politik në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Përmes telefonit, ai tha se secili gurthyes, pavarësisht se posedon leje nga Komisioni Pavarur për Minjera dhe Minerale, do t'i nënshtrohet verifikimit nga Komisioni Ad Hoc për shqyrtimin e aplikacioneve dhe dokumentacionit teknik për lejet mjedisore. Megjithatë, sipas Hotit, këto verifikime që do të realizohen në nivel vendi mund të marrin kohë, mbase edhe me muaj. Nëse këta operator po u përmbahen kushteve dhe leje përkatëse, Kallzo.com ka provuar të kontaktojë me kryesuesin e bordit të KPMM-s, por kryesuesi Habib Basholli ka qenë i paqasshëm gjatë seancës.